Shumë burra e kuptojnë këtë vetëm kur është e përvonë. Për të qenë një burr vërtet i lumtur, ai ka nevojë për 4 gra. E para është nëna e tij. Ajo që e mbajti për 9 muaj rresht, ajo që u shqetësua për të dhe që kur nuk rreshti së qeni nëna e tij. Muhamedi alayhi salatu wassalam ka thënë: "Xheneti shtrihet nën këmbët e nënës." E dyta është gruaja e tij. Shikoni Hatixhen radiallahu anha. Kur Muhamedi alayhi salatu wassalam erdhi në shtëpi i tronditur, ajo ishte aty për të. Ndonjëherë një burr ka nevojë për një këshill, për mbështetje, e ndonjëherë thjesht ka nevojë për dikë që beson tek ai. E treta është vajza e tij. Kur të gjithë të tjerët janë të zënë me jetën e tyre, ajo ende të telefonon. Ende interesohet për ty sepse të don sinqerisht. Dhe e katërta është motra e tij. Ndoshta ajo nuk flet shumë, ndoshta jeton larg, por kur të ndodh diçka ty, dhe ajo e ndjen. Këto 4 gra lën gjurmë në jetën e një burri, pavarësisht nëse ai e kupton apo jo. Prandaj, nëse nëna jote është ende para teje, nëse ke një grua, një vajzë apo një motër, mos prit derisa ata të ikin, për t'i vlerësuar se çfarë kuptimi kanë për ty.